Nderuar, vim podcastin e radhës, mos është. Podcasti vion të trajtojë ato tema të nxehta të situatës aktuale. Vetë Countdowni ka filluar të numërohet mbrapsht për sa i përket 11 majit, dhe partitë politike në vetvete jo vetëm që kanë intensifikuar punën, jo vetëm që kanë intensifikuar vetë situatën e tyre në terren, por nga ana tjetër shprehen të gatshme të luftojnë në këtë ringun e madh të arenës këtu në qergun e Korçës. Në fakt do të largohemi pak nga ato partitë të mëdha për të dhënë vëmendje mbas edhe partive të cilët janë parti të reja, parti më të vogla në qergun e Korçës. Sot do të vazhdojmë me një parti tjetër, Partinë Mundësia. Kam kënaqësinë dhe nderin të kem në studio Genci Shehaj, kandidat për deputet i kësaj partie. Falenderoj shumë dhe urime për podcastin. Është një podcast me shumë vlera në qergun e Korçës që unë e kam ndjekur vazhdimisht dhe të falenderoj edhe për mundësinë që më dhe të bëjmë pjesë e këtij podcasti. Faleminderit Genci. Në fakt vlerat gjithmonë ja japin të ftuarit. Dhe për më tepër, jo vetëm të ftuarit, por edhe ajo që ata thonë në këtë studio për qytetarët në vetvete. Dhe sot ju e keni dhe mundësinë që të flisni mbase dhe për të diskutuar mbi problemet e qytetarëve, dhe kemi një hyrje komplet ndryshe. Në tavolinë kam mollën, patatën dhe qepën. Po, është e vërtetë, është një ide që më lindi rrugës kur po vija tek ju këtu për të marrë pjesë, pasi siç e dini unë jetoj në qytetin e Korçës dhe në këtë segment 45 kilometra për të ardhur po Gradec ka shumë fermerë, të cilët shesin anës rrugës. Dhe mbasi e kalova të them të drejtën, fermerin e parë më lindi kjo ide dhe u ndala tek i dyti, ishte një djalë 14 vjeçar që mbas shkollës punonte aty, shiste pemë dhe perime, fruta dhe perime, dhe u ndala, më interesuan këto 3 produkte, qepa, patatja dhe molla. Janë të zonës. Të paktën qepën. Jo vetëm janë të zonës, E bleve qepën? po i blejta të 3 artikujt, blejta nga pak. Se qepën mund ta gjesh edhe pa bler. Po duhet dalësh te lumi dhe nuk i kisha veshjen e përshtatshme, sepse shtrati i lumit e voll tashmë është mbushur me qep edhe me moll. Prandaj po të thoj. Dhe i pyeta, ajo që kam interesoj më tepër është i dasha do të ketë më të tillë moll. Tha, kjo pemë nga ka dal kjo moll është e jona, tha, dhe nuk është me ky fidan. Këtë fidan e kemi prerë. Domethënë kjo tregon situatën katastrofike ku ndodhet fermeri korçar sot, jo për shkak të cilësisë dhe të çmimit, por të vendimeve politike të qeverisë. Mirë, ajo është një situatë që shiko, qepën, pataten, mollën, shqiptarët nuk e kanë hedhur vetëm gjatë qeverisës aktuale, ëh. Ky është një problem historik. Mund ta drejtojmë Të lutem. gjithsesi, ëh. Por duhet thënë që prej vitesh ka premtime të vazhdueshme nga të gjitha partitë politike që do zgjidhet dhe prap qepën e ble me 20 lekë. Është e vërtetë. Ëh? Është e vërtetë. Sa sa për ta shpëtuar për të marrë kosë mbrapa. E di çka ka ndodhur gjatë këtyre viteve? Shqipëria është bërë pjesë e një aventure. Ajo aventurë quhet Open Balkan. Dhe çka ka ndodhur? Domethënë, po marr një krahasim të cilin e kanë dëgjuar prej kryeministrit të Republikës Kosovës Albin Kurti. Kur bëi fjalë për të marrë pjesë edhe Kosova në Open Balkan, si një nga vendet që preket nga 4 anëtar më saktë Open Balkan. Ai bëri një krahasim të tillë në Kosovë që është gulitur në mendjen time dhe sot jem gjallë do ta mbaj mend. Ai tha nga tregtia e lirë, Gjermani, Francë përfitojnë të dy në rastin më të mirë. Megjithëse shumë francezë do këto pajtoheshin. Po nga tregtia e lirë, Gjermani, Somali, dihet kush përfiton. Domethënë kjo është një aventurë që ne na e serviri partia në pushtet sot, na e serviri dhe ne jo vetëm fermerët, të gjithas edhe prodhues të tjerë edhe përpunues të tjerë i buajnë këto pasoja sot. Ky është një goditje knockdown për fermerin shqiptar. Jo qartë. Është një problematik që nuk ndikon drejt për së drejti vetëm tek bujësia, tek ajo gjë që nuk shitet apo tek ajo gjë që ngelet. Ndikon edhe vetë tek ekonomia. Unë them shumë shpesh që rreth 43 deri në 48% e GDP-së vendase bazohet tek bujësia, jo tek turizmi. Është qartë. Dhe problemi më i madh qëndron në faktin se ato ne do të vazhdojmë të shohim të hedhura deri në momentin që do të ketë politika qeveritare. Genci, një djalë i ri.
zgjodhi ty në një parti të vogël, prej këtij viti e bërë pjesë, sipas informacioneve. Nga 2024 që shtapi. Unë jam bërë pjesë në 2025 e Partisë Mundësia. Prej 2025. Por qasjen për të mbrojtur ato që ti ke mbi tavolinë, mund ta bëje mbase mund të ishe edhe në një parti tjetër, një parti më të madhe ku të kishe edhe në mundësi. Pse zgjodhe pikërisht mundësinë? Për qëllime ideologjike kam zgjedhur Partinë Mundësia, e cila jo domosdoshmërisht është një parti e vogël, është një parti e re. Parti e re. Po edhe parti e re është e vogël në fillim, po ne kemi pretendime për më gjerë dhe më duke vetëm alternativë që mund të sillte një ndryshim të vërtetë. Edhe pse leadershipi i saj Agron Shehaj është njëri shumë i nderuar që vjen nga sektori privat. Dhe kjo është një nga arsyet që unë do ta veçoj. Ai vjen nga sektori privat dhe është pasuruar në sektorin privat. Nuk ka qenë kur pjesë e qeverisë, gjithmonë ka qenë deputet opozitar dhe për sa kohë ishte brenda Partisë Demokratike dhe një nga zërat më opozitar. Po, ju këtë gjë mund ta bëni, domethënë për të mbrojtur interesat e qytetarëve mund ta bëni nga angazhimin në partinë opozitare më të madhe, që Unë interesat e qytetarit i kam mbrojtur individualisht edhe pa qenë në politikë fare. Qasja politike të jep një kredo më shumë publike, Në Partinë Demokratike konkretisht mungon meritokracia. Unë kam qenë pjesë e saj deri në vitin 2013, dhe aty mungon meritokracia. Unë kam qenë një prej mbështetësve të Sokol Oldashit në Partinë Demokratike dhe dorësha time fatmirësisht është në disa media kombëtare që është për arsye objektive që unë kam mbështetur kandidatin Oldashi. Atëre pati dalë një urdhër nga zoti Sali Berisha, që atëre ishte kryetari në ikje i Partisë Demokratike. Të gjithë ata eksponentë të Partisë Demokratike që kanë një post politik në Partinë Demokratike duhet t'japin dorë që pastaj të mbështesin haptazi një prej kandidatëve. Dhe ne të gjithë mbështetësit e Sokol Oldashit në Korçë e bëm. Megjithëse unë kam qenë pjesë e strukturave të FRPD-s, atëherë që ishte një organizatë partnere, por trajtohej njëjtë. Po, ju mund të ktheheshet. Ju mund të ktheheshet në Partinë Demokratike. Çfarë ndodhi pastaj? Pse kur u kthye dhe se Le të bëjmë një kronologji. Unë nuk kam qenë Oldashit pse prisja rikthimin e Sali Berishës, më kupton? Kronologjia është kjo. Mbas asaj çfarë ndodhi? Erdhi Lulzim Basha në pushtet. Lulzim Basha, kjo është një karikaturë politike për mendimin tim. Absolutisht. Një vegël e pushtetit sotëm dhe është një nga arsyet se Edi Rama sot është në pushtet. I shiti zgjedhjet e 2017-s. Më pas tentoi ta likuidoj komplet Partinë Demokratike, fali mandatet e deputetëve, ja fali Edi Ramës gjëzhet e kusur bashkisht që ka Shqipëria prej më të madhës te më të voglës, nuk la as edhe një antar të Këshillit Bashkiak. Dhe unë aty kam marrë pjesë në zgjedhje një herë, për të qenë sinqert, me bindje demokratike, për të vetëm arsye sepse nuk pajtohesha që Partia Demokratike ta litet të gjithë terrenin e lirë. Ato kanë qenë zgjedhje teatrale, ku Partia Socialiste, domethënë edhe ato vota që ishin opozitare kundra tyre, edhe ato i manipuloi. Për një analogji të këtij lloji, që nuk gjeta dot mënyrën se si të përfaqësoj qytetarët në Partinë Demokratike, u largova, kam mbajtur qëndrime dhe mia publike, dhe tashmë u ktheva në një aktivisht në politikë. Shumë kjo është. Ky është ajo gjë që sapo thatë, por në parim parti të reja ka disa. Në listë janë, në mos gaboj, 11 parti. 11 partia total. 9 prej tyre janë, mund t'i konsiderojmë të reja. 9 prej tyre. Pse pikërisht Mundësia, Agron Shehaj, që pak a shumë ka të njëjtën logjik të ecurisë, ka qenë në PD, është veçuar nga PD-ja, ka mbajtur qëndrime patjetër, disa nga kauzat më të mëdha opozitare patjetër që kanë ngritur dhe Agroni. Po pikërisht jemi afshir dhe plusën me Agronin e shoh vetëm me të ngjashëm, më kupton. Edhe u Po ka ngritur dhe dikush tjetër. Po patjetër. Shumë vetëm ta ngrenë, edhe ka dhe opozitarë të tjerë parti të reja që ngrejnë problematika të njëjta me ne, por veprojnë ndryshe, më kupton. Po unë Agron Shehaj e vlerësoj si më të ngjashme me mua personalisht. Ai është sipërmarrës, edhe unë jam sipërmarrës. Neve çdo ditë shohemi në mëngjes, dalim, punojmë, merremi bazite edhe me çështje të komunitetit. Por në thelb kemi synimin të pasurohemi me punë, jo të pasurohemi duke mbajtur poste publike, më kupton? Dhe në PD ka shumë militantizëm. Mua nuk më pëlqen militantizmi që ka Partia Demokratike. Prandaj dhe kam zgjedhur Partinë Mundësia. Nuk mund të thotë sot askush që Partia Mundësia ka militantizëm brenda saj. Neve jemi të gjithë sipërmarrës, njerëz të lirë, të pavarur që duam të kontribuojmë në këtë kauzë për zhvillimin e Shqipërisë. E qartë, kur
flisni për biznesin, kur flisni për ecurinë tuaj, tregoni që nuk keni në fund ditës nevojë për punë. Sepse duhet ta pranojmë që të shumtë janë ata të cilët në parim e zgjedhin një parti politike ose për të filluar punë ose për të bërë milioner si shumë të tjerë para tyre. Në fakt, ku qëndron objektiva qëllimi jot për vazhdimsinë politike? Ku qëndron thelbi i mbështetjes që kërkon tek qytetarët apo tek mbështetjes që ke aktualisht nga ata miq të afërm apo dhe antar të strukturës së Partisë Mundësia në qytetin e Korçës? Në planin afatgjat, neve synojmë ndryshimin e politikë bërës së Shqipërisë. Neve i përkasim së djathës, unë jam konservator vetë, por nuk besoj dhe nuk mundet që për shembull populli shqiptar duhet jap 3 herë rastin Sali Berishës si kryeminist, është të përuar. Numër 1. Sot na duhet patjetër një leadership i ri, një njerëz të rinj, njerëz të pavarur, njerëz të pakapshëm, dhe kjo është e gjitha pse unë vendosa të bashkojmë Partisë Mundësia në radhë të parë. Ky është synimi im kryesor. Dhe duhet unë si sipërmarrës unë e di se si japim vendet e punës, unë e di se si kursejnë parat. Dhe programi i Partisë Mundësia është i qartë. Neve kemi program 50% më pak taksa, taksa është 8%. Zoti Berisha nuk e di se sa është taksa e dividendit në Shqipëri, më kupton, dhe pretendon të bëhet kryeminist për herë të tretë. Juve keni parë vetë në media, ka dalë hapur publikisht u bën meme e Partisë Socialiste, më kupton. Dividendit 8%, Berisha thotë do ta bëjë 10. Dhe si Berisha janë një pjesë e mirë aty, njerëz që nuk kanë punuar kurrë. Tani, Më kuptuar të themi që do hiqen taksat, është Barsaleta më e bukur para po kjo është edhe programi i Partisë Demokratike. Po mirë, Dhe thotë, unë komentojmë atë gjëra. Nuk as se si se buxheti mbajtet nga taksat. Nëse dikush do të premtojë që ti nuk do t'i rritësh taksat në vazhdim, atëherë besoje. Por ama te hiqësh taksa nuk ta beson kush. Fatkeqësisht, do me thënë kjo është një mashtrim elektoral që partitë e mëdha e përdorin vazhdimisht. Absolutisht. Të lutem nëse do më japësh mundësi ta cek edhe një rast konkret. Për shembull kur erdhi qeverisja e rilindjes, unë nuk e quaj qeverisë socialiste, se socialistët janë njerëz të nderuar. Absolutisht. Unë këta që janë sot në pushteti që konsiderojnë rilindas, po. Taksa në Shqipëri është taksë shesh 10%. Çfarë bëri Edi Rama e jipi në 15%. Dhe në çdo takim me biznesin e proklamonte sikur e kishte hipur taksën vetëm 5%. Në fakt taksa e tatimi fitimit u rrit me 50%. Ai e proklamon të rrita vetëm 5%, nga 10 tek 15. Ne që merremi me biznes, ne që paguajmë taksa, neve e kuptojmë, po një qytetar i thjesht që nuk ka pasur të bëjë me biznesin, po dhe ai kupton, nuk vetë. Po je kupton, por është minimale, po njerëzit nuk e kanë ditur. Ajo ka ardhur gradualisht. Kjo mollë ka kushtuar 10 cent vetëm shkak të inflacionit. Maramendës që ka pasur Shqipëria në këto vite sot kushton 10 fish. Rrogat janë pak a shumë ato që kanë qenë atëherë, me një rritje minimale. Ne jemi një vend që unë i them shpesh edhe studentëve të mi, që akoma nuk e dim minimumin jetik. Dhe kur çdo gjë nis duke ditur minimumin jetik. Për ata që se din çdo thot minimumi jetik është që ti biesh tregu 30 për qark, të blesh gjërat më të nevojshme, por më të lira. Dhe akoma këtë ne nuk kemi në Shqipëri. Dhe si të thuash, nëse ti do të mbash një popull organizuar, varfëro dhe mos jep edukim. Po kjo është strategji rilindjes për këto 12 vite sa ka qenë pushtet dhe për 12 vite që do vinë se do të jepet mundësia të fitojnë dhe kësa herët të ripërsërisin. Por ne do të bjem dakord për një pikë, që sado mandate që mund të zhvilloj dhe mund të fitoj mundësia në rang kombëtar, nuk mendoj që ta bëjmë parti të dytë. Kjo është e qartë, të ne pretendojmë. Por mund të japin kredo politike për të formuar ose bashkëformuar qeveri me një nga këto partitë mëdha. Jo me një nga partitë mëdha. Neve nëse bëjmë qeveri, kemi shprehur optazi, qeveri me të majtë nuk ka me Partinë Mundësia. Edhe me Berishën tani? Po Berisha po ka kushtet e veta. Do me thënë, Agron Sheaj, nesër, kur të jetë deputet i kuvendit, në një rast hipotetik, nëse Agron Sheaj është vendimtar për formimin e qeverisë, Agron Sheaj qeverinë e formon vetëm me Partinë Demokratike. Kjo është e qartë. Por jo me Berishën kryeministër. Ky është
është një kusht që duket sikur më mirë bëhet. Këto janë vyshe tona, Kjo që bëhet zgjedhje prap. ne vim në opozit përsëri. Jo se zgjedhjet parakoshme, vazhdojmë. Dje në një intervistë që un kam parë në Opinion me Blendi Theuziun, ishte ka deklaruar që Gonshaj ka bërë një gol, ka bërë një pabesi brenda E ke strukturës. fjalën për listat. Po, për listat, ka marrë gjitha listat e antarësisë po i kontakton. Partia Mundësie ka sot në përbërjen e saj antar që i bëjnë pjesë tek elektorati i gri, të majt apo të djathtë. Partia Mundësia në shumicë dërmuese jemi njerëz të rinj, madje ne kemi aktivistë të cilët nuk kanë votuar kurrë, por me filozofi të djathtë. Shumë pak prej nesh, do me të vetëm mund të them leadership i partisë, pra sa mund ta konsiderojmë leadership se ne jemi një parti sapo formuar, në përrethë ka shumë pjesë e Partisë Demokratike. Pjesa dërmuese janë njerëz të pavarur politikisht. Ky është fakt. Njerëz të pavarur politikisht, por vetë arena e politikës në Shqipëri ka treguar që do njerëz të ashpër. Njerëz të cilët janë makineri elektorale dhe makineri që mbledhin vota në çdo lloj forme. Kjo është e drejtë, kjo që thoni ju, por në rast të parë duhet të kuptojmë elektoratin e Partisë Mundësia. Hajde. Elektorati i Partisë Mundësia janë sipërmarrësit e vegjël dhe të mesëm, njerëz që nuk kanë lidhje me oligarkët, janë njerëz të cilët jetojnë në ndershmëri dhe të cilët duan që dikush i përfaqësojë. Konkretisht, në asnjë listë, as të majtës, as të djathtas në qarkun e Korçës, po flas se nuk kam tagër për të folur tani për Jo, do flasim për të gjithë Republikën, por për qarkun e Korçës nuk e ke asnjë biznesmen që të përfaqëson në lista. I vetmi subjekt politik që ka njerëz të biznesit brenda saj është Partia Mundësia. Po duket sikur jeni një parti biznesi, jo parti Neve jemi parti konservator. sipërmarrësish. Edhe në SBA, nëse shohim sot, presidenti i SBA-s është biznesmen. Neve jemi njerëz që dimë të menaxhojmë. Unë di të menaxhoj. Unë kam punuar gjithë jetën me ndershmëri, jo në tregun e brendshëm, por në tregun e eksportit. Aty ku Unë e kam të provuar suksesin në biznes. Dhe do ta provoj se neve jemi njerëz të aftë që dhe të qeverisim, dhe të qeverisim me ndershmëri. Ky është synimi im. Unë kam marrë këtu për të shërbyer komunitetit ku jetoj. Të shërbej sipërmarrësve të ndershëm, mos më keq kupto, të çelim vende të reja pune të dinjitetshme dhe ta bëjmë Shqipërinë që njerëzit të rikthehen këtu. Ka një problem. Ka një problem dhe konstatoj shumë shpesh. Shpeshherë flisni për biznesmenët, sipërmarrësit e tjerë. Por ka nga ata biznesmenë të cilët në vetvete, po e kanë ngëlltitur atë lugën e çorbës që është një shprehje shumë e bukur në një film shqiptar. Dhe tashmë janë bërë pjesë e paktit me djallin. E them shpeshherë. Janë ata të cilët shpeshherë përfitojnë fonde publike, përfitojnë tendera, dhe investimet që i bëjnë të mangëta. A ke një mesazh për ta si biznesmen, si politikan, si qytetar i Korçës? Sepse është një kosto që çdo ditë më shumë po rëndon mbi kurizin ton. Dhe direkt mbi kurizin ton. Unë paguaj 2 herë, 3 herë taksa. Do përgjigjet time për ta njerëz. Ta njerëz unë nuk i respektoj fare, absolutisht, në radhë të parë. Dhe kjo është edhe një nga arsye nuk i dua fare ato vota. Unë dua votat e qytetarëve të ndershëm. Ato vota diet ku shkojnë. Ato vota shkojnë te Partia Socialiste. Më fal, te Rilindja, jo te Partia Socialiste. Ato janë vota që Rilindja i llaboron. Këtu është po flasim për marrëdhënie klienteliste mes pushtetit dhe biznesit. Këta njerëz që kanë këto lloj marrëdhëniesh me pushtetin, ta nuk mund të quhen biznesmen, ta janë zhvacës. Dhe kjo është një nga arsyet se mua më ka bërë të bashkoj me Agroshej. Agroshej është njeriu që ka dalë haptazi, ka goditur të gjitha koncesionet e pa drejta që janë bërë në Shqipëri. Kujtojmë, Thuman Kashar, 1.2 miliard euro, 20 kilometra rrugë. Në Kosovë rrugë shtrohet me 20 milion euro, më kupton? Këto janë zhvatje, kjo është zhvatje e shtetit. Me këto duhet të merret prokuroria speciale, duhet të merret gjykata e posaçme. Unë personalisht, si Genci Shaj, do t'i luftoj këta njerëz. Keni një plan për të bërë një denoncim në prokurori apo denoncimet i bën kryesia e partisë. Vazhdimisht kemi bërë. Vazhdimisht. Në qoftë se unë përballem sot ose nesër
deri në fund fushatës, bas fushatës, me çfarë do lloj informacioni për shkelet e ligjit, unë jam i pari që do të denoncoj. Ke frikë as pak, sepse çka? Absolutisht. Të përfshirë sot në politikë është një risk i mundshëm që mund Nuk kam frikë fare nga spaku, unë jam njeri i pastër, e di vetveten. Unë kam hyrë këtu dhe kam dalë kundra pushtetit, kam dalë me fytyrën time, unë e njoh vetveten. S'kam frikë. Shiko, Spaku për sot është alati më i madh i popullit tonë. Është i vetmja shpresë që kanë edhe qytetarët. 99% e qytetarëve që unë kam takuar, unë zhvilloj shumë takime me qytetarët, pavarësisht se nuk i publikoj, sepse nuk dua t'i ekspozoj votuesit, se është e tmerrshme. Sot nëse ti ekspozoj votuesit, me qindra mesazhe drejtojnë drejt tij me kërcënime të ndryshme, do ta ishim deri tek ushuriri nga puna, tezin, dajën, më kupton? Unë të gjitha këto takime e vetmja shpresë, fatkeqësisht, tu kanë më shpresë te politika qytetarët. Sot është shpresa më e madhe është te spaku. Kam njerëz që më thonë Genci ne të vlerësojmë, të duam, do të votojmë, po inshallah ja arrestojnë se e keni të vështirë. të cilin e kam bërë lajmëruar që do ta shkrijë. Qoftë Majtas, qoftë Djathas, qoftë tjetri, e kanë Me parti mundësia si faktor qeverisës nuk mund ta shkrijë spakun. Spaku do të vazhdojë misionin e tij deri në fund. të shpresojmë unë në fakt Ata që duan të shkrijnë spakun janë njerëz të korruptuar dhe s'kemi çka bisedojmë. I vendosin vulën. Njeriu i ndershëm nuk ka frikë nga gjykatat. Tmerri im është të kem punë me gjykatën. Unë tmerrojmë ta dëgjoj gjykatës, dua të kem punë. Prandaj jam i ndershëm, kam frikë. I tremem Zotit, i tremem shtetit, i tremem gjykatës. është një standard që shpesh herë dëgjoj tek të rinj, të cilët nuk janë të përfshirë në politikë, kanë një vetbesim që nuk mund të përfundojnë në gjykata, apo nuk mund të përfundojnë në bankën e të akuzuarve, sepse nuk kanë pasur mundësi që të shpërdorojnë. Apo jo. Gjithsesi, qarku jonë, se unë do të qëndroj tek qarku. Po patjetër. Qarku jonë është një qark që edhe nëse nuk e thoni ju e them unë, prokuroria duhet të vi me kamione dhe me autobusta të mbushi për njerëzit që shpërdorojnë fondet dhe shpërdorojnë besimin e qytetarëve. Si e shef influencën e Partisë Majt, pra Partisë Socialiste, ose asaj që ju e quani rilindja e sotme, në kontekst me zyrtarët në qarkun e Korçës? Dgjoj, kjo është ju sapo thatë, do ta konsideroj një sekret publik, e kupton? Kjo është diçka që të gjithë e dinë. Të gjithë e dinë kush janë drejtorët e rilindjes, jo vetëm në rrethin e Korçës, po Gradecit, po edhe në Kolonjë dhe Devol, janë njerëz të korruptuar. Mirë po, nuk ju ka ardhur akoma rendi sepse këta janë mikro në punësa dhe s'ka arritur akoma rjeta e spakut. Spaku ka më mira çështje penale të regjistruar, nuk ka arritur deri këtu. Do t'ja shikojmë, do t'i shikojmë të gjitha. Unë jam dakord me ju që ka një postulat, se unë jam vetë jurist dhe drejtësi e vonuar, drejtësi e humbur, por nga ana tjetër ka dhe një postulat tjetër. Që të ta shpiku, nuk është të thënë. Është do të shumë problemi i madh, sidomos për partitë e vogla. Qofse këta drejtorë të cilët mund të kenë probleme me drejtësinë do të jenë të lirë. Këtë e them në vetë faktin sepse ata janë makineri elektorale. Dhe absolutisht që u prishin punë. Ne nuk na prishin punë, ata i prishin punë vendit. Po vendet në I prishin punë qytetarit të ndershëm. Jeni ju në kontekst për sa i përket Nuk është ashtu, nuk mendoj se është ashtu. Ka arritur, do të thënë urrejtja ndaj rilindjes është aq e madhe sa shihet edhe në sytë e njerëzve tashmë. Ata mund të vazhdojnë të abuzojnë, sa më shumë abuzojnë ajo është bonus për opozitën, për të gjitha subjektet opozitare, jo vetëm për partinë Mundësia. Ajo është një bonus i rritur për partitë opozitare. Sepse qytetarët janë vetë disuar, kanë 12 vjet që presin nga kjo qeverisje, kanë pritur shumë. Çka ka dalë si feedback? Si feedback është popullimi i Shqipërisë. Të gjithë ne kemi familjarët tanë të cilët janë larguar jashtë vendit. Unë dje pash në një media, në një publikim partison elektoral, një zonjë që ja kishin mbyllur biznesin dhe djalin e saj ishte detyruar të emigrante, se kishte kredi për të paguar. Janë me mira rastet e tilla. Qartë edhe Janë me mira. Kjo është urrejtje ndaj pushtetit. Dhe kjo në datën 11 maj do ta shohësh edhe vetë që Partia Socialiste do të ketë një rënje të tmerrshme. Dhe këta drejtorë mbas 11 majit nuk do ta dinë ku do shkojnë. Këta do largohen të gjithë jashtë shtetit, sepse këta kanë punë me prokurorinë speciale të Shqipërisë. Nuk kanë më punë me prokurorinë e rrethit. Abuzimet e tyre, asnjë drejtor nuk është që ka bërë abuzim ndër 4 milion lekë.
Këta janë të gjithë njerëz të korruptuar me shumë amaramëndse. Aty po bëre drejtor, madje aty u kam dëgjuar që ka dhe njerëz që paguajnë për drejtor. Paguajnë shumë të majme. Gjyshja ime, unë do ta përdor gjyshen siç e përdor Rama ti. Po kjo imja, Nëse gjyshi Ramës është shumë gjyshe, më kupton. jo, unë nuk se kam aq ylber, po i qëndroj faktit që i me gjyshe thotë kështu. Në raste të ndryshme mos të shafshin këmbët, thotë, se në të shan pastaj llogariti vet. Këta kanë kaputur, ta s'ka ku shkojnë. Dua të qëndroj në një fakt tjetër. Duket sikur lufta e partive të reja përfshirë edhe mundësinë më e madhe bëhet dhe më e ashpër bëhet ndërmjet njëra tjetrës. Shpesh në ato që njohim ne si opinioni publik, tek ajo arena e gallatës tepër të madhe të vetë qytetarëve të frustruar për të ndjekur pak politik, ka dhënë spektakël mundësia dhe lëvizja bashkë fitojmë. Shqipëria bëhet. Shqipëria bëhet ndjes, se u ktheva në një slogan të vjetër. Shqipëria bëhet. Çfarë ndodh? Si keni këto relata? Unë di që në Korça është qytet i vogël. Ju e njihni njëri tjetrin. Në aspektin lokal, a e pasqyroni një konflikt? Jo, absolutisht. Në qendër? Absolutisht. Në aspektin lokal, sidomos sepse si ju e dini dhe opinioni duhet ta di, që Shqipëria bëhet në koalicion sot me nismë thurje. Unë kam respekt shumë të veçantë për të gjithë kandidatët. Janë njerëz të përsosur, por ndryshe kam për leadershipin e partisë nismë Shqipëria bëhet. Mos më ke shkollë. Zoti Lave. Po, Shqipëria bëhet. Me nismë thurje nuk kam asnjë konflikt, bile me vlerësoj kryetarin Shabani. Personalisht po flas. Sa i përket Zotit Llapaj, për mendimin tim Zoti Llapaj nuk ka asnjë dallim nga rilinësit e tjerë, është i njëjtë. Dhe unë më vjen keq edhe që disa prej kandidatëve përfaqësojnë atë listë, po besoj zgjon. Neve kemi faktuar në media kombëtare, kemi denoncuar Adriatik Llapajn për afera me prona në Bregdec, ju më besoj keni ndjekur, Agron Shaj me dokumenta zyrtare të shtetit shqiptar i ka dëshmuar që Adriatik Llapaj nuk është as i moral që më sa shqitet, është thjesht populist i cili synon me populizëm të marrëbota. Po mirë, gjithsesi prapë populizmi, po në këtë katundin ton tepër të madh gazmoro melankolik, gjithmonë populistët gallataxhinjt apo mbase edhe njerëzit të cilët në vetvete mund të jenë pak më të fortë se të tjerët ecin më shumë. Dhe ky është një fakt që Jo domosdoshmërisht. po mirë, ka humbur koncepti tani njerëzve me Jo, kosto zoti Llapaj për shembull personalisht është i provuar me Aleancën Kuqezi, keni pa rezultatin, çfarë rezultati ka marrë bashkë me një karikaturë tjetër politike. ka ndryshuar dhe ajo çka tregon një pëlqyeshmëri pak më të lartë se partitë e tjera, një diferencim tjetër. Dgjoj, pas aferës së fundit Zoti Llapaj duhet ishte të rreshur gazetet. Dhe aktrimi më i madh i tij është që shkon edhe dorëzon edhe denoncim në SPAK për shpifje, por SPAK nuk merret me shpifje, më kupton? Ajo është jashtë çdo lloj norme. Mirë, kjo është një çështje që e gjykon si jurist. Jo, ajo është show elektoral për të mos humbur këtë mbështetje që e ka fituar. Sa përqind të votave do të merrni? Nëse do të bëjmë atë ndarjen e tortës Në qarkun e Korçës. Qarkun e Neve në qarkun e Korçës do të marrim 12% të votave dhe një mandat elektoral. Një mandat elektoral? Po. Kujt do t'i kushtoj ky mandat elektoral? Partisë Socialiste. E disi më shprehur rezultatet e Partisë Socialiste në këtë fundi? Si? Ne nuk na lëviz asnjë vot. Jo, ata kanë deklaruar që marrin edhe 7 mandate. Ne nuk na lëviz asnjë vot. Pse? Po një vot do ikë Partisë Demokratike. Sepse kemi të unifikuar si elektorat, i kemi të gjithë njerëzit besnik. Po. Do të thënë Partia Socialiste mendon se po e detyrovi çdo në punës të shtetit që t'i gjej 5 vota në diasporë dhe 5 vota në Shqipëri, mendon se i ka të sigurt ato vota. Po Po kjo strategji kemi si s'kemi. Sidomos në Evropën perëndimore mund të dalim një nga subjektet më të votuara. Nuk po flasim për të pjesën e Ballkanit, por në Evropën perëndimore, Francë, Gjermani, jemi një ndër subjektet më të votuara. Unë personalisht kam vota në Francë. Një pjesë dërmuese të emigrantëve kanë zhvilluar takime aty në disa qytete dhe kanë vota. Më kanë përkrahur shumë mirë.
E qartë, e kuptoj dhe është Pra mendoje një takim elektoral që e kam pasur në një qytet afër Zvicrës, në kufij me Zvicrën, sepse tani nuk dua vetë jap shumë detaje, Okej. nuk dua të ekspozoj motuesit e mi. Një prej mbështetësve të mi i telefononi nga Greqia, një emigrant në Greqi, të lutem theshte, më duhen 5 emra emigrantësh aty në Francë, sepse unë e kam plan të rikthehem në Shqipëri dhe duan të më fusin në punë, po për të më futur në punë më duhen 5 vota emigrantësh. Kjo është e tmerrshme. ky është denoncim publik. Po denoncim publik dhe do vazhdojnë denoncime publike, nuk do ndalen me denoncime publike. Por në një kallëzim penal prisni që të bëni. Kallëzimet penale me këtë punë të thash merret Jo, presia. po më qartë, po ju mund ta Unë e kam detyrim si qytetar, në çfarë do lloj rasti kur unë shikoj që po do të një krim duhet ta denoncoj. Përndryshe bëhem unë pjesë e krimit. Dhe është e qartë, në momentin që unë kam fakte për X, Y, unë do të denoncoj personalisht si Genci Shej. Nëse të them emrin Niko Peleshi të tretë, As pak. Niko Peleshi është një njeri normal si të gjithë ne, madje dhe ai vetë është i djathtë, më kupton, pavarësisht se më pas u bë pjesë e rilindjes, edhe ai vjen nga strukturat e Partisë Demokratike. Unë e njoh Niko Peleshi, e njoh mirë. Jo se kemi kaluar bashkë, kemi pasur ndonjë rrugëtim të përbashkët, po e njoh si figurë. Unë jam përballur disa herë edhe gjatë periudhës që kam qenë pjesë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, jam përballur me të njëjtët njerëz. Niko Peleshi atëherë ka qenë kandidat për kryetar bashkie. po Pse duhet të trembem nga Niko Peleshi? nuk e kam drejt për së drejti tek frika eventuale në kontekstin direkt. As politikisht nuk do të trembem. Por e kam politikisht. Ju jeni biznesmen dhe dihet që ju jeni pak më të ekspozuar se të tjerët. Shpeshherë biznesmenët të cilët merren me politikë thonë që na sillen taksidarët apo jo. Ata të cilët na kërcënojnë që ne të mos mbajmë qendrimet tona. Dgjoj, ata kërcënojnë aty ku mendojnë që Të ka ndodhur të kërcënojnë? jo, deri tani jo. E pret që të kërcënojnë? Po nuk e pres fare se e din që unë jam i pathyeshëm. Ata më njohin pak a shumë, njohin dhe familjen time. Ne jemi familje ndershme, që si kemi borxha seriu dhe nuk trembemi. Kam një mik këtu në Pogradec, Arbër Male quhet, ka qenë kandidat tek primaret dhe më thotë gjatë një viti që unë jam marrë me politikë, më kanë ardhur inspektoriate ajsa për gjithë jetën time në Po biznes. mirë, po i rum le të vinë me se kam fare këtë problem. Jo, mo, qasje sepse detyrimisht mund të jesh në fokus të asaj shënjit. Po absolutisht. Me këta kërcënime të këtij niveli merren institucionet e tjera, s'paku për këtë punë, e kupton? Okej. Po. Deri nga pokazime për të. Gjithmonë unë jam brenda, do të thënë, hapësirave ligjore, unë veproj vetëm brenda hapësirave ligjore. E qartë. Duhet të të pyes sot që je në këtë listë, ë? Je në listën e Partisë Mundësie. Besoj që përpos suportit që ti merr nga miqtë e tu, po, normale duhet të kesh një grup miq që të ndihmon, duhet të kesh edhe një suport familjar, apo jo? Familja çfarë do thotë për energji? Është e rëndësishme. Personalisht nëse më pyet mua pa pyetur familjen nuk ndërmarr nisma të forta në karrierën time. Dgjoj. Familja time, si çdo familje tjetër normale në Shqipëri, ka qenë në fillim e shqetësuar pse po i ka thellë kështu. Mirë po, kur e kam parë objektiv, ata më njohin, e din që unë jam idealist. Të gjithë ata që më njohin e njohin idealizmin tim. Dhe ata janë pajtuar në një farë forme. Dhe ata do të më mbështesin si djalin e tyre, më kupton. Po më mbështesin edhe si kandidat për ato çka them. Se është shumë thelbësore që sepse më ka shumë familjar që janë të detyruar të mbështesin njerëz të cilët bëjnë politika të popullimit të Shqipërisë. Ata do të ndjen keq. Jo familja ime. Si shohin Gencin si kandidat? Po Genci si kandidat është i njëjti Genci dhe në biznes. Unë gjithmonë kam marrë pjesë në sfida dhe në biznes. Unë jam një ndër njerëzit të cilët kam luftuar gjithmonë për të gjithë ata që më njohin se në Kosovë njihem më shumë, se aty ka qenë tregu serb dominant. Unë jam një ndër ata që e kam orientuar të gjithë tregun e përpunimit të Çelçit nga Serbia drejt Shqipërisë. Unë të gjitha sfidat i kam fituar dhe më shohin si një luftëtar. Unë do luftoj. Një siç kam luftuar në biznes, do të luftoj edhe në politikë. Jo, Me ndershmëri, me sinqeritet. kur më thua në përgjithësi që një biznesmen është ai i cili pritet të sjellë ndryshimet në politikë, rrjedhshëm del një pyetje që mund ta thonë edhe qytetarët. Nuk na mjaftojnë politikanët që duhet vinë biznesmenët.
Dhe biznesmen është i profesion i rëndom. Gjysh. Dgjoj. Po, Si është më politik- mirë të marrësh, më fal. Po të marr prezantimin e listës deputetëve të Partisë Socialiste. Të gjithë flitej Niko Peleçi ka prezantuar, që e përmendëm pak më herët, i kërkojnë ndjes që po e përmend vazhdimisht tani. Po, Kaj. ai është udhëheqësi politik i Ai partit. ka marrë përsipër të përmendet. Po, ishte ka një karrierë të suksesshme. Karrierë e suksesshme në X drejtori. Nuk është karriere që të vendos dikush të marrë dhe të vendos drejtor. Karriere është të ndërtosh diçka vetë, më kupton? E di pse Dhe prandaj unë mendoj që kësaj here ne duhet të na besoj populli i Korçës, ne na duhet ky mandat, na duhet që t'i përfaqësojmë denjësisht në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. brenda listave të partive të mëdha. Ketë një orë, njeh dikë? Jo, Mbase kem shumë muhabet se ç'duhet. po thuaj se në të gjitha listat kam shokë dhe miq, për jashtë listën e Partisë Socialiste. Po çfarë të thonë? Ata kanë bërë ndonjëherë kritik që shife se nuk do ndritësh gjë nëse Do vazhdon. të përgjigjem me sinqeritet. Dy prej kandidatëve të Partisë Demokratike janë ata shpresojnë që dhe unë të bëjmë pjesë dhe të marr mandat në Korçë. Në vërtet, nuk Po. po të pyes për emra. Jo, nuk mund t'i them emrat, kjo është Nuk e të qartë. pyes për emra sepse ata janë luftë edhe për veten e tyre. Nuk besoj që janë për veten e tyre. Sot lufta është me Edi Ramën, sot lufta është me Rilimin. Për mendimin tim, Partia Demokratike në qarkun e Korçës i ka të blinduara 5 mandate. Këtu bëhet fjalë vetëm për mandatin tonë që do t'ja marrim Rilinjes, mandatin e 6. Po mirë, po është, okay, Elam Lapajn që po thoni, është populist e tjerë nuk merr mandat. Jo, lapa i mandat mund të marrë në Tiranë. Unë dua të jem real, më Jo, kupton. flas për qark. Në qarkun e Korçës, edhe pse një kandidat ose dy kandidatë që Shqipëria bëhet dhe një kandidat i zgjedhur janë njerëz të shkëlqyer. Megjithatë, thjesht se bita qëndron llapaj, ata do ta mbasin votbesimin e qytetarëve. Po edhe zoti Doshi ka ngritur stekën. Edhe zoti Doshi nuk ka kur gjë të keqe. Unë kam parë listën e kandidatëve të zotit Doshit, edhe ata janë qytetarë të nderuar. Zoti Doshi kandidon më vete, kandidon ka lojën e tij, ka sapet e tij. Pra, nuk kupton që me këtë ju sapo thatë kemi të bëjmë me atë faktin që shife se këtu këta janë vënë figurat, ndërsa Jo, Doshi s'janë figurat, absolutisht. Këtu luftohet vetëm për një mandat në qarkun e Korçës. Për mendimin tim, unë po të përgjigjem me shumë sinqeritet. një mandat. 5 mandate Partia Demokratike, 4 Partia Socialiste dhe 1 Mundësia. Mua nuk Kjo më është rezulton lojë. kështu. Po Mua nuk më dëgjoj, rezulton. jo, pse si marrë me rezultat. Në datën 12, nëse del rezultati tim, Unë kam bëjmë arritur një podcast tjetër bashkë. patjetër podcastin e kemi këtu kur të doni, e kemi këtë nuk ne kufizon as qeveria as opozita, kështu që e kemi gjën të mirë. Nuk e di çfarë do ndodhi në datë 13, se mbase e fiton prapë zoti Rama dhe ndalon podcastet, po këtë unë nuk di të ta them. Po di të them një tjetër element që në një sondazh që arritëm të zhvillonim tek Pogradeci Press në nivel qarku, pati një përqindje të konsiderueshme të cilët votonin partitë e vogla, pra e konsiderueshme për sa i përket votës. Ky është sondazh publik. Po. Sondazhet publike sot janë të gjitha, unë të thash. Po s'janë, mua më nxjerr rezultat komplet ndryshe rezultati. Po dëgjoj, këto janë sondazhe të organizuara në publik. Sondazhi për të cilin ju flisi është një sondazh ku ti nëse voton Partinë Mundësia dhe klikon aty anë, shikon të gjithë kush e ka votuar Partinë Mundësia apo jo. Patjetër. Sot, me këtë rapprezalet të pushteti, se është si pune ati, këta në ditët e fundit të tyre tani shkelmojnë, më kupton? Pushteti kontrollon gjithçka, kontrollon të gjitha mediat sociale. Të t'jesh i sigurt, njerëzit kanë frikë të shprehen hapur. Aq më tepër, kur bëhet fjalë për Partinë Mundësia, kanë frikë edhe prej opozitës, edhe prej pushtetit. Megjithëse neve jemi partneri më i besueshëm opozitar. Kurse sondazhet që ne i kemi kontraktuar, unë po të flas për një sondazh shumë serioz, sot, më fal, jo sot, por përpara 2 javëve, Okej. një ditë mbasi ishte shpallur kandidatët, që sondazhi domethënë është zhvilluar edhe përpara pa kandidat, neve në qarkun Korçë na nxjerr 8%. 8%. Atëherë nëse të nxjerr 8%, kjo 8% që deri ditën e zgjedhjeve fillon të reduktohet sepse njerëzit
pavarësisht mbështetjes paraprake edhe përqyeshmërisë paraprake që japin, siç e njeh edhe politologjia, kthehen tek partitë mëm. Sepse utopizmi i të votuarit është një skenar i më i pranueshëm që ndodh në Shqipëri. Se nuk janë zgjedhjet e para që ka një parti të vogël. Më kujtohet edhe libra e Bemblushit. Ha? Edhe unë e kam votuar librin e Bemblushit. Edhe pse i përkisja një ideologji komplet të ndryshme. Po e pat si përfundoi. As mori përfundoi. Rreth 4000 vota, 4200 e ca vota janë ato të cilat janë ndarë ndërmjet partive të vogla në 2021. Të gjithë ata që do të bëjnë lojën e pushtetit do të përfundojnë kështu. Ne jemi një subjekt opozitar. Ne do të luftojmë për qytetarin. Bemblushi bëri lojën e pushtetit në fund. Dhe u dënua me 20.000 vota, veti. Qartë. Agron Shaj nuk është Bemblushi. Agron Shaj është njeri që ka ndërtuar gjithçka prej zeros. 50.000 të rinj shqiptar kanë punuar të paktën një herë në kompanitë e Agron Shajit. Agron Shaj ka hapur 50.000 vende të punës. Kurse Bemblushi është një karrierist politik, si të gjithë lista e partitë e Rilinjes sot, më fal. Të punosh brenda një parti, brenda një biznesmeni ose brenda kompanisë një biznesmeni, mund të quhet edhe ndonjëherë se të punosh edhe brenda listave të Sorosit. Se të jep një pak shumë të madh, se jo të gjithë ata që kanë punuar me ty mund të votojnë ty. Apo ja. Unë nuk thash që neve duam votat atyre 50.000 rinj. Unë thash edhe votat e tyre. Ky është një njeri që jo vetëm ja del vet, por ka arritur të hapë edhe 50.000 vende pune. Gënçep. E diçka do të thënë si të hapësh 50.000 vende pune sot në Shqipëri. Në qartë. Shqipëri e vetmja shpresë të rinjve deri në këtë moment që po flasim është vetëm të punojnë në ndonjë bashkia, në ndonjë kompani shtetërore kështu, ose të OSHE, Rruga Ura, edhe të marrin atë rrugë, edhe s'ka më pretendime. Unë sot isha në supermarket, pash një çift pensionistësh që blejnë 2 vezë, më kupton? Situata në Shqipëri është alarmante. Është alarmante. Ato i dhe. Këto të gjitha në lumin e vollë. Ku me ditë ku përfundojnë. Dhe kjo është fatkeqësi. Fatkeqësi që nuk e di sa. Dhe është një çështje politike. Është çështje politike, vullnet politik. Përgjegjësia e leadershipit, pjesëmarrja e antarësisë dhe transparencat financiare, gjithashtu dhe lufta kundër korrupsionit janë shtyllat kryesore të partisë tuaj. Po. A mendoni që me këtë program në letër, sepse deri tani nuk është i zbatuar, partitë e reja dhe partitë e vogla janë si pjepri i cili nuk është provuar akoma. Sa i përket saj, neve jemi të besueshëm. Transparenca financiare, Agron Shaj është një person që e paguan vetë të gjithë fushatën politike. 100% me fonde vetanake. Jemi vetëm subjekt politik në Shqipëri që paguajmë me fondet tonë. Asnjë kompani nuk sponsorizon fushatën elektorale të Partisë Mundësi. E qartë. Kjo na bën të pakapshëm. Asnjë oligark nuk mund të afrohet Agron Shajit. As Genci Shaj dhe as të gjithë kandidatëve që kanë në Shqipëri. Se shumica prej nesh janë si përmarrës vetë. Që nuk e keni interesat politike, pra interesat ekonomike. Kemi një postulat tjetër. Postulat shumë i bukur, që është pavarësia ekonomike, është quhet pavarësi politike në vetë. Po patjetër. Kjo është fakt. Sa më të pasur të jenë politikanët që në aq më mirë është për shtetin. Genci, po vim në fund. Pse duhet Genci të votojnë qytetarët? Pse duhet Gencin ta përkrajnë në 11 maj? Pse duhet partitë mundësia të japin një shans qytetarët e Pogradecit, Qarkut Korçës së Mtej? Me Genci Shaj deputet, qytetarët do të jenë të përfaqësuar. Unë do të jem një përfaqësues i vërtet, jo përfaqësues fiktiv i qytetarëve të Qarkut të Korçës. Të gjithë sipërmarrësit i ftoj të votojnë, të gjithë njerëzit të cilët punojnë, të gjithë njerëzit që duan punë. Të gjithë ata që në mëngjes në ora 8 hapin qeperin e mbyllin në 4:30, sepse unë jam një si ta. Unë nuk jam një vegël e pushtetit. Unë nuk bëj kompromise me djallin. Këto janë vetëm disa prej arsyeve dhe ka dhe shumë të tjera mbrapa kësaj. Unë në këtë rast nuk më mbetet asgjë tjetër veç se të uroj suksese. Faleminderit edhe juve suksese. Dhe shpresoj që në objektivat tuaja të ketë edhe diçka të mirë për qytetarët, ato që i kërkoj shumë shpesh të gjithë atyre të cilët vijnë këtu. Gjithmonë mendjen ta kenë tek qytetarët, sepse
Partitë shkojnë e vinë, por Shqipërinë e kemi tonën dhe paktën mos ne i bëjnë në fund ditës të pabanueshme. Shqipëria veç shëndëruan e pabanueshme, duhet ta rikthejmë në të banueshme. Dhe unë do punoj fort për ta. Dhe Partia Mundësia po punon fort për ta. Dhe Agron Shej punon fort për ta. Faleminderit. Beso, faleminderit. Edhe një pyetje tjetër, Agron Shej, Genci Shej. Nuk ka asnjë lloj lidhje, bile kjo është edhe një shaka që unë e përdor shpesh, domethënë sa herë kemi pasur dalje publike me Agronin, e përdor e them që në start që mos keq kuptohemi, nuk jam këshuriri Agronit. Ja sot arrita harrova që ta përmend. S'ka gjë. Se kjo ka të bëjë me nepotizmin, është një trik që unë e përdor se ju e dini, politikanët për shembull kemi pasur raste, ky drejtor është këshuriri X ministri. Po pra, kjo është ideja. Jo, nuk ka në Parti Mundësia të tilla. Do të s'keni lidhje familjare. Jo, nuk kemi lidhje familjare dhe as nepotike. Okej. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Mesi. Ndëruar miq, ishim në podcastin e radhës Mosesht, të ftuar kishim Genci Shehaj nga Partia Mundësia, kandidat për qarkun e Korçës. Në fakt vetë edhe nga retorika politike, Genci premton shumë për atë që pritet të ndodhi në datën 12 maj. Atëherë që do të jetë dhe një lexim i situatës përfundimtare, por ne do të vazhdojmë edhe me të tjera intervista me përfaqësues të ndryshëm të partive politike, qoftë opozitare, qoftë partive në pushtet, por nga ana tjetër edhe partive të vogla. Ju le takimin e radhës. Faleminderit.